Po t'ju thënë të drejtën, nuk është hera parë që Serbia harton listat të tilla. E më njerë pas lufte, Serbia në Interpol e ka dërguar një listë ku janë kërkuar të gjithë krerët e zonave, komandante brigadave dhe njerëzit ma eminent të ushtrisë qëllimtare të Kosovës që të arrestohen. Dhe jo vetëm në Serbi, por kudo që ata hasin në strukturat e Interpolit. Prandaj ne shumë herë kemi apeluar të bashkëpunëtorët tonë që mos të udhtojnë për Serbi, për ndryshe edhe qytetarë tjerë janë të rrezikuar, sepse shumë lehtë Serbia po jam vesh, po thotë s'ke qenë pjesëtar i ushtrisë qëllimtare të Kosovës, sepse për Serbinë i gjithë populli shqiptar ka qenë pjesëtar i ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Prandaj duhet ta kenë të qartë të gjithë që rruga nëpër Serbi është me rreziqe dhe me rreziqe për atë personalisht, me telashe për familjen e tyre, po edhe me telashe për neve si shoqëri. Po, se me tekste veçantë keni reaguar edhe ndaj publikimit të dhënave personale, që është absolutisht me shumë të drejtë. Po, kemi pas reaguar ne edhe kur janë publikuar dhënat personale për çdo veteran nga vetë shteti ynë, që ka qenë gabim fatal dhe është dashur dikush bilen të jap përgjegjësi për atë punë, sepse nuk është mirë që dhënat personale të publikohen ashtu, kush ka qenë UÇK, kush çka ka vepruar. Prandaj edhe ajo ka qenë gabim, Serbia i shfrytëzon gjitha, prandaj ajo kryen detyrën e vet sepse është e disponuar armiqësisht ndaj nesh dhe ndaj shtetit tonë. Po, dhe jo çdo emër në atë listë do të thotë që ka qenë pjesëtar i ushtrisë qëllimtare të Kosovës, se ju e thatë edhe më herët që janë vesh më njëherë ndërlidh me UÇK-n. Po dihet se me njëherë këta i kanë akuzat gati për shqiptarë çdo herë. Ja vesh një akuzë të rëmë, një dëshmi të rëmë dhe e bën me njëherë ushtar të UÇK-s. Po, okej, çka duhet bëj shteti? Çka duhet bëj shteti dhe meqense e di që nuk keni shumë kohë dhe më pas do ta vazhdoj debatin me Dardanin dhe Afërditën. Çka duhet bëj me shumë shteti dhe a ka edhe një plan çka mund të bëjë mbas edhe OVL UÇK-s në këtë që po ndodh? Ne përpos apeleve që i kemi bërë bashkëpunëtorëve tonë, po i bëjnë edhe popullit, ne mundësi tjera nuk kemi që t'i ndalojmë ose të marrim mosa tjera. Përndryshe shteti duhet të përdorë të gjitha veprimet diplomatike me botën demokratike që t'i bëjnë trysni Serbisë, që të mos të pengojnë lëvizjen e lirë qytetarëve pa marrë parasysh. Mirë po, prapë mbetemi në thënien tonë që kujdes dhe nuk ka nevojë të udhtohet për Serbi. Po, Sopi, vetëm një ndërhyrje nga Dardani që kemi në studio, po. Jo, nuk pajtona absolutisht me bashkëpunëtorin tim, me përfaqësuesin e OVL-s kur thotë shteti mi bë presion që Serbia mi bë rrugë të lira. Ai ne të ditë që për lirinë e shërimin e Kosovës u pagu shtrajt. Populli shqiptar nuk duhet me i kalu rrugë të Serbisë. Pik. Populli shqiptar duhet me i kalu rrugë të Serbisë në momentin që Serbia hek prej preambulës Kosovën si pjesë të saj, e njeh pavarësinë e Kosovës, pagun dëmët, na i gjën njerëzit e zhdukur dhe kërkon falje. E që krejt këto është e pamundur të ndodhë. Mos standardin kështu, nuk duhet. Rrugë të Serbisë nuk është çështje sigurie kjo farpune. Kjo është çështje krenarie se për lirinë dhe çlirin, liria na ka kushtuar shtrajt. Këtu do të pës diçka. Po Sopi, zoni OVL-s duhet me kon kë. Faleminderit shumë për ndërhyrjen, faleminderit shumë për këshillën, por këtë liri dhe për këtë ditë sotit, edhe për ata që thuhet ti, edhe unë që nga rinia ime hershme jam i angazhuar luftën për shtirimin e vendit, kam dhënë kontribut, por nuk jam që aq radikal që të luftoj për herë dhe të jam i disponuar armiqësisht ndaj gjithë botës. Prandaj ndaj Serbisë i kemi dohut ne herët, por unë po them që të vlejnë parimet e përgjithshme qofse don Serbia që të jetë shtet normal, që të lejojnë njerëzit të çarkullojnë të lirë. Po, vetëm, Sopi, Serbia duket që, jo duket shihet që e ka këtë betejë të përhershme. Ne pak javë më parë dëgjova një deklaratë të një ministrit të qeverisë që foli për spastrim etnik dhe në fakt shumë prej reagimeve e thonë që vetëm ajo ministri nuk duhet të kritikohet se është treguar e sinqert siç mendojnë edhe shumë të tjerë në Serbi, madje edhe presidenti.
Po ne e dimë se Serbia tjetërsa nuk mendon për ne dhe vetëm zhdukjen nga faqja e dheut. E qysh me kërku Serbijës me kalu rrugë? E po, qysh me i kalu këto rrugë? Po, kjo është çështja. Nga rajoni Nishit. Mirë. Nuk është kjo personale me bashkëqytetarin. Jo, absolutisht, s'kemi këto personale. Kjo është, nuk është luftë me botën. Zëri OVL-s, edhe zëri çdo qytetari, duhet me konë jo mi kalu rrugë të Serbijës. Për arsye se nuk ka të jemi të qartë, nuk ka të bëj kjo me siguri. Kjo këtë bëj me çmimin e shtrenjtë që ka pagu se cila familje, se cili qytetar shqiptar për lirinë e çlirimit e saj.